Kamerat e sigurisë në zonën ku vut rritori në fshatin Lus të Fushkrujës kanë ndihmuar policinë të zbulojë autorin. Në pranga ka rënë 34 vjeçari Ervin Shera. Fillimisht ai shfaqet në këto pamje duke shkuar drejt servisit, e mëtej duke ndaluar po aty. Verifikimi zbuloi identitetin, ndërsa nga shpërthimi i ndodhur të dielën e 28 shtatorit u dëmtua qepeni i biznesit. Në momentin e arrestimit, policia ka sekuestruar motorin që autori akuzuar e përdori për këtë akt, por edhe celularin e tij, që tashmë do t'i nënshtrohet ekspertizës për të zbuluar më shumë mbi shkaqet. Veti dëmtuari Alfred Gurra në dëshminë e tij tha se nuk kishte konflikte, madje ishte i tronditur nga ngjarja e ndodhur. Tashmë prokuroria do të vijojë hetimet për të zbuluar shkaqet e kësaj ngjarje. Ndërkaq në Fushkruj vetëm 2 ditë pas këtij shpërthimi u shënua një tjetër ngjarje. Eksplozivi u hodh në parkimin e një lokali në Baldushk, duke u dëmtuar edhe 2 mjete të tjera.